punu me një herë e vrejnë fëmin. Apo kuptan. A ka punu prindja ju. E vrejnë prej një seancë, e vrejnë sa ka bashkëpunu prindi. E shek ku ka mbetë dhe qysh ka ardhë. Mirë kishin të gjithë prind me bashkëpunu me fëmijët e tëna, me i ndjek rregullat që ju thëtë profesionistë shëndetësor, edhe me i ndihmu fëmijës vetë, për më të mbetë mbrapa, me bashkëpunëtorët e tij. Po me hecë, me punu atë që duhet me arrit fëmija. Në çfarë distance kohore caktohen seancat ose është e mjaftueshme me punu me një fëmijë? Varet prej çrregullimeve që i kanë. Varet çka kanë, 3 herë në javë, 2 herë në javë. E këto shërbime 3 herë në javë, 2 herë në javë ofrohen domethënë në repartin e psikiatrisë për fëmijë? Ofrohen, është do të thotë deri në 2 seanca në javë të ofrohen. Po ka shumë luks të madh të fëmijëve që vinë edhe nuk kemi aq shumë kapacitetet të mëdha me ofru do të 3 herë në javë, po varet në ai rast më i rrallë e marrim 2 herë në javë se ka shumë fëmijë. Në qovë se na e bojmë ka 2 herë në javë, 3 herë në javë, atëherë është e pamundër sepse bëhet numri i madh dhe lista pritjes mas nevesh vjen të rritë. Por na ofrojmë shërbime edhe nuk i lojmë keq, do të thotë, mundohemi atë kapacitet sa kemi mos me mbetë kur gjë keq. A duhet shpeshherë me lujtë edhe rolin e psikologut gjatë seancave me fëmijë? Se sigurisht është i pashmangshëm, po a duhet ndonjëherë me dalë për rrjedhës profesionit, veç mas me prind kur bashkëpunon, po mendoj kur je preferenca me nxit për me qenë më i përkushtuar? Po, mendoj që po. Shpeshherë duhet ndërlidhet psikologu me logopedin, ndonjëherë do me lidhë edhe të seancën edhe një farë pjesë si psikolog, edhe me punu me fëmijët, edhe me i eduku prindërit do të thotë se çka duhet me vepru me fëmijë, edhe do të më bëhet ata psikolog në shtëpi për me ndihmu secili prind e një fëmijën e vet. Mirë, po do të me pas disiplinë në shtëpi, do të me pas autoritet për me arrit diçka te fëmija që apo ki qef. Jo me lun ato çka don me bëu.